Pasi SPAK I kërkoi kuvendit autorizim për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit ministrit zëvendës kryeministrit Belinda Balluku me firmë të kreut të SPAK Altin Dumani, I cili e mbyll mandatin më 19 dhjetor 2025, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Ai shkrua në një postim në platformën X se arrestimet pa gjyq janë bërë modevrazh në Shqipëri dhe një fakt I turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike evropiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Evropës. Ndërkohë kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve tha se kryeministri në një formë po bën grusht shteti për përgjigjen e Ramës pas kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut që hap rrugë për arrestimin e saj. Ky shteti I krimit do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi I një betejës të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhin e kalbur e ngritur mbi vjedhjen e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhin e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në hornet e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Nuk ndodh. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti. Sepse marrja ose bllokimi I pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do I përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo, ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri, për këta çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin. Zëvendës kryeministri dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar Ilir Meta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar fundë kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lën të kuptohet se nuk ka ndërmend do bëjë një studim të thelluar tani. Si udhëheqësi I reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjë një reagim të thelluar, I them unë. Ndaj dhe përballur me popullin.